Qeveria në mbledhjen e sotme aktivizoi masat me të cilat uli akcizat për 4 denar për dizelin dhe për 2 denar për litër për benzinën. Përveç kësaj, sot u arrit një marrëveshje edhe me rafinerin Okta, që deri në fund të prillit të vazhdoi zbritjen që ofron për këto derivate. Me këtë dhe me ruajtjen e masës për uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 18 në 10% për derivatet e naftës, nga nesër pritet të mos ketë rritje të çmimeve të derivateve. Кога сето ова ќе се собере и кога сето ова ќе се изанализира, тогаш доаѓаме до цена која што за дизелот ќе биде иста како и до сега, практично, доколку се вкалкулира попустот од 4 денари за акцизата и 3 денари кои што го добиваме од Окта, така што ние 7 денари потенцијално зголемување по литар ги амортизираме, додека пак кај безоловниот 95 и 98 октански, покрај оние 2 денара акциза по литар, ќе имаме дополнителни 2 денара по литар намалување, односно ќе бидеме во минус од цената која што беше во изминатиот регулиран период, односно изминатата недела. Këto masa do të kenë implikime direkte buxhetore, sipas kryeministrit Mickoski, por shqyrtohen të gjitha opsionet e mundshme rreth asaj nëse duhet apo jo të zgjerohet deficiti buxhetor, respektivisht Maqedonia të ketë huamarrje të re dhe rritje të borxhit publik, për të përballur me krizën që lindi pas sulmit të SBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit. Дали ќе го прошириме буџетскиот дефицит ќе зависи од како оваа криза понатаму ќе се одвива и како ќе бидат приходите во буџетот. Сега, од оваа перспектива, ако ме прашате, не планираме. Бидејќи во првиот квартал од оваа година приходите се во рамките на планираните. Но како ќе биде сега во вториот квартал, не знам, бидејќи треба да видиме како ќе се одвива кризата. Mickoski thotë se qeveria krijon skenare dhe bazuar mbi to do të veprojnë nëse ka nevojë të rritet deficiti buxhetor, po shqyrtohen të gjitha opsionet se do të ketë huamarrje të re nga shteti, a do të jetë tek bankat e huaja, tek bankat vendore apo me marrëveshje shtet me shtet. Ai garanton se së shpejti Maqedonia do të marrë lajme të mira për vlerësimin kreditor, që do të mundësoj gjetjen e fondeve me kushtet më të favorshme në treg, duke pasur parasysh edhe efektin e vonuar të krizës për shkak të dëmeve të mëdha në infrastrukturën e naftës në gjirin e Hormuzit, po shqyrtohen edhe masa shtesë, përfshirë edhe ngrirjen e margjinave, edhe pse kjo mund të ketë pasoja të tjera. Може да имаме такво сценарио, разгледуваме, не дека не разгледуваме, но ви реков, тоа ќе зависи од многу работи глобални, не од нас. Konsumi i derivateve të naftës këto ditë ka arritur rreth 2 milion litra në ditë, por aktualisht nuk po mendohet për kufizimin e furnizimit me karburant për automjetot me targa të huaja, të cilat përbëjnë 15 deri në 20% të konsumit.